Përshëndetje nderuar, fillimisht faleminderit shumë që pranove ftesën nga ana jon. A mundesh me na u prezantua dhe me na tregu pak për vështirësitë e tuaja në jetë? Në atë kohë sa ki hek, çfarë vështirësive ke pas? Po, unë jam kumrije temaj. Shotë është të pelë komuna e Klinës, tash jetoj në Skanderaj. Jeta për fillimi deri në fund më ka shku gjithë me zi. I kom pas 4 dje me një qikë, për para më kanë dekë. Ta një gjallin e pata mas 13 vjetë. E kom rritë jetë e kom majtë mbrëtje shtazanin 8 muaj në spital në Prishtinë. Burri më ka dekë 40 vjetë, gjallin më ka lanë 12 vjetë. Vetë grovë, vetë burri më ka. Kish një nanë zërë me rritë një jetë pa vlla, pa motër, pa babë. Në të kur t'la bashkëshortin, cilën kohë? Sa vjeqar ka qenë kur ndroi jetë bashkëshorti? 40 vjetë, unë i kom pas 38 vjeqare. Gjallin më ka lanë 12 vjetë. 12 vjetë ta kalon djalin. Po. A ma mirë u konë kur ki jetu me të që e ka pas një përkraje, se ki tregu pak a shumë që ki pas vështirësi edhe prej bashkëshortit tanë? Po. Po, nërishë është me familjarë, i dhem kom po, dralla kom pas, po nërishë kanë me prend me rritë gjallin, nërishë veti kom pas kretë për siper. Po i harruva jekt, i harruva tana, ku është isha gjallin të më rritë, më botë gjallin 22 vjeqare, me mami që 4 vjetë, me 20 rati kanë dëdhë, me 27 maj në 2022, me 16 qëshur gjalli konku më pa vedije, 4 vjetë mi bënë, edhe sa s'ka u drejtësi për gjallë. Qysh ka ndodhë rasti që djalli ytë ka ndru jetë? Qa i kanë bo? Kush u konë shkaktari vrasje djallit tanë? Gjallin e kom thirë në telefon, se gjithë jam konë kontakt me gjallin. I thosha gjithë si pindu djalli diqka. E kom thirë në telefon, i thënë thash mamë ku je? Mi ka përmen 4 persona. Me ta mytë sot për sot gjaku i vetë, i me mytë edhe mes me kalëzohë rastën e gjallit të nërë ku jina të jetu. Mi ka përmen gjalli 4 persona. Ka thonë mamë tha hoj, jena me raj temaj, morat temaj, ta vlazni janë, behar temaj, gjallëtmicës burrit e kena, edhe smali gashi, aj nuk e di i kohë, do, vishë që ta 4 persona i ka thirë. Po, dhe më thonë ka familjar, po, vetëm aj smali një gjakut i kena ta 3. Kër u bëdhe 30 minuta, fjallët e tina të mrama. I kom thonë jetën mamë ku je, ka thonë, mamë që po vi, si këna pas as 20 minuta 30 rruga lërnive, për s'ke e ke pas. Fjallët e tina të mrama, ka thonë mamë ta hoj, mi ka përmena 5 të 4 persona. Raj temaj, behar temaj, këta janë lazni, morat temaj lazni, behar temaj gjallëmidës burrit, edhe smali gashi. Ku kom thirë 3 herë telefonin një kanal. O silësha vetën se vish me gjallë të jetu. Mas një ore gjysë e kom një kërë ka orë mi shpi i kara, po nuk dula për jartë, orë që i ka kunatit. Oj dhe da kom rita, oj tha i shërdzu jetunit, është ku i shërdzu, tha erë tha, basi Beslem tha e morë tha, babin e shkun 2 djemë të migjallarve e shkun tha në klinë. Jo më shku të kunet, i kom thirë kunet, tha që të shkujnë a këqyrëm qa ba, ta jenë shku. A ki pas dikon prej familjes tone që... Jo të familjes të ami ju, se ku pas veç kunet, 2 kunet i ku pas. Dhe me thonë krejt vetje. Veç me gjallë ju më konë. Tane, në atë moment që tash ja ka nalë në telefonin, se po harroj, po kam stres, as na kanë thirë mumë, as e kanë thirë kunatin, e kanë thirë gjallin e mitës burrit mas 1 orë e gjysë, as i kanë thirë policinë, as i kanë thirë ndimën e shpejt, kanë mujtë me thonë ndim, kanë mujtë me thirë policinë, pe kanë marrë, kanë qo, jetë mënu një herë një rumit një është inkerë, po e s'pi kalëzën deklaratën e vërtet, se ka pranua inkert vetën, e kanë shti inkert vetën e kanë shti. Kjerën e kanë pas pa registrim, e kanë qonë klinë.
Kër e kanë qonë klin, i ka thonë behar temaj, u qëllua Ferdita Gashi, mjekje. Qa ka jetunin, se ka njëft jetunin gjallin se gjalli u shkotë ta. Ka thonë ordu pe traktori, ka thonë s'munët me kone mësh me pe traktori. Tërma sigurimi policin, e ka njësë në pa ditë sen, e ka njësë drejtë më pej. Tu që për më pej, i ka thonë gjallit migjës dhe konatet këthenë se jenë të që për Prishtinë. Kër e ka qënë Prishtinë, atë natën e kumne gjithë natën qëtë edhe kunet e mi. Kër o basa bahi, orë konatit, ta kumri, ta huj, ta vish pa ka lëndime, gjalli vish një orë dyta, po flejta dhe shkull. E nga shku atë më vend gjarjes, nuk e nga po kursen, kur farshejes ka posë. E nga shku drejtim Prishtinë. Je shkuti me këqyrë mos Po, mos ka kona i sen, po ju kur sen s'kësh pas aty ku kanë thonë ata. Ku e nga shku në Prishtinë qa me po. Kër kytë në zavoj, dikë se gjena një nguj. Këtu gjakderdhja e trarë ka njësë gjakën kuk, mju trarë me gjakderdhje këtu i shko me bucë, me oparat këtu. O zoti sholla në nëmë kanin se prëvën, si mu të shekun po e vladin ashtu e. Inshallah kur kush nuk s'provohet me këtë sprovë, po ti dush më bue fort hatri ti. 3 javë ditë ka netë në kohë më pa lëvizje kursen. Edhe më thëshin mjek, nuk ka e mësh me pe bagazhit kërthit, po ka goditje me mjetë me kanik i mreti furt edhe s'ka shpres për gjallë punë me nëjsha si kove. Autopsia po të regon që e kanë rejnë mënyrë shumë... Po, me shumë edhe shufrat i kum gjetë, po, edhe shufrat i kum gjetë. A i ki qunë polici shufrat? Po, se one, kur shkova edhe në polici, edhe mjekja, ma bëjke djolli më ka ardhë me vonisë. Djolli dhej në 4 gjysë me njësit nuk më ka ardhë. I kum që dhe shufrat, polici i klinës sa me kamberi, ku im shku me dhanë deklaratën, në me dhanë, së në pe hu pa kretë moment, që atë djallë ku posë mas 13 vjetë e plesit tim. E së më kara mu shtë mu prevu, i sholla konin zëti se prevën si muë. Amen. I ku më shku 3 herë, 4 herë, ku ju në këty pe i djalli. Ta po vjen, ta më kërcënu, ta është nuk po vi, po merri që ta 4 persona. Njën i policë më dhe ke, ti marrëm dhanat e djallit, ta shqish mi marrë dhanat e djallit pa vedi e ka. Ki ma bane ta mësëm hajde për kitë punë, se ka meke këta e ka panderin. Ta mësëm hajde ma për kitë punë, ta mu ka qodin të ma e krije, ku ka drejt më thonë, aj mu mësëm hajde për kitë punë. E që shundive ti kura i të tha kështu? Kur më tha që ashtu unë niva, janisa me kajt. A ke veç vetë? Jo, ju më kom me gjithë konatë. Ja kom njësë me kajt, ju dalë, thash kom e ti thirë në atë moment, së këmë dita së këmë vullë që kajsha, për zemrës të plastë, i këmë thonë, kom e ti thirë gazetartë edhe o lekqin. Ta thirë ma ka ndurë se s'manim për kërkanin, më ka që din të ma e kreje, ta dhe më së më hajde për këtë punë. Ta shani kur që ka Londën, ta e ka më arrejnë bajraktari. Ju më shkut njësit me gjithë kunatë, të më arrejnë bajraktari, në ka pranua i gjalli e në shku mrana ta urnë, ta shqysh urnë, gjalli e më kumë, po lufton për jetë, me dyksigina në unë, një nguj, ka pokun, e hikun të kresë, këtë kytë në zavaj, me bus, me gjakderdhje në qapë, me oparat në gjëgë, sa gjalli e më për jetë, po lufton, ta falëm, ta unë se pas nga ditë për qashtë, ka thirë një polici klinës, më ka thamë një person, ka goditje trupurët leta, në gjendje të mirë. Ta është gjama që atë polici mu, ta është ki me hangër ti, ta është lutë në lira madhumen e ka Ardiana Veseli. Dhe me thonë, këtu krejt po e di në rastin, krejt e di në rastin, po e kanë që zhagë mu treme, ma shkur të zhagë. Ju në shku të Ardiana Veseli, ta është ki me hangër, më ka thonë lira madhumen, a ju që shkodhe të purt, unë ju kom flu për a ditë të full me fjoll, për mas tina, u shku mas do kërë qa ka full, a jetë.
ju më shku të ardhja una veseli, atë nuk e di një vit të gjysë e ka mojta e arrostën e gjallit tem. Ona pesona, unë e di vetëm një fjole e mojnë men, si ka thonë avokatit, zotni avokat, ta e ka pej hapsire. Qitë fjole ka fullëja, dhe një vit të gjysë e ka mojt lëmdën e gjallit edhe kalquë. E kanë që Pse heki dorë prej? nuk e di që po bëhet shtu. Nere ka po të marrë rejnë bajraktori. E ka mojt 2 javë e ka lanë. E ka mojt një vit të gjysë ardhëja veseli. E ka lanë. E ka mojt Sabri e Raca, në ashtë tamë kini poe. Mi ka hjekë dhe medjat, mi hjekë të merë, kur mi hjekë. Plus avokati ty në mdoke shtres qasëm të që në desi ju më qutash, ku kini drejt, ashtë jeni të më shef Racën e gjallit. Tash nuk e pranoj rrezikimi trafikit publik, tash atëpsia krymë bunë. Po më kanë gjetë një nanë e vetë mune, në nanë pa përkroje, pa burë, pa gjallë, pa qikë, pa kërkanën. Pse po më nuën mi më shef Racën e gjallit e. Dyre këmë që atëpsin. Ndoshta edhe djemë të migjës këtu që mundet me lujtë rol edhe ata që kanë bo diqka me intervenime që nuk u ka flet kërkush. As një anë e sfur, barë gjallët migjës se kena behorën. A je taku me ta prej roste Po, që? kërë kanë gjallin kumë, o kanë mërati, i kanë që kësë smali edhe u kanë behari. Që këj panderi nuk u kanë heqë. Mërati, unë e kajsha në gerë, po s'mujta me a këty përgjigjen. Viq u drejt ke kështo, tha me dha 50 euro pore, tha dhe da kumri tha huj, tutna ta ka hangër për mu. Këta këmë thonë pej fillimi edhe jem e tham apet jem e betune në shpirt djollit tem, se ka po nëna vetë shpirt të dhonë, jem se qitë fjole e ka full, po s'pi pranën tash. Nuk po e më shef poj? Nuk për pranan, se i ka qikat e hollës për dojë tina i ka qikat e hollës që ti rojtë. Po. Edhe Arbulina Haxhift, ja kumë që atopsin e gjallit, ju një herë, po 2 herë, as në dorë se ka bërë. Po autopsia të regon krejt qysh? Atopsia krynë punë në zemrem, pse po malon rrezikimi trafikit publik, kur krynë punë atopsia dhe mjek të rëqurë. Unë i besoj vetëm atopsis dhe mjekësisë ligjore. Që të kuna si besoj, dëshmi të reshme jenë të dhonë, përsa gjëmë femen, një shoplak me adham bre dikuj, ose një vjedhje dikush me bo, sa do të vogël një mujt ta kanë burg, ata të shëtit të dollë e të lirë, as një ditë në burg e gjoljem, lullet të rinis të hangër dhe e. Kjo është mjerim, a mundesh me nga të regu pak qëfar djalli ki pas? Gjallin e kumë pas të mirë. Qa ka punu? Qa dhe të shku ka punu duje, ka thirë mëra të imaj, ka punu të një kushi. A mos ka pas na i shoqni jo të mirë, a mos u kon me na i shoqni jo të mirë, që nështë e kanë shti me bo diqka që aj nuk u duf me bo qatë sen. Nuk po mëj me di qa dhe tjenë shku. Se ti ki thonë që jëmë konë kontakt vazhdimisht me Gjithë me gjallë jëmë konë. Ore qas gjallën e këmë thirë ku je me kanë je, ku je, i bëllë jëmë si e thira qa dhe se i shu prasë të i kretë. Kretë ishë më shefë. Pe i bëllë jëmë qa dhe të këmë thirë, jenë orë policia mas 2 dite, i këmë thonë, kena ranë, kena katolik, kena shqiptarë. Se në kënë venë jëmë konë të merë. Merdit, farven, i sholla sura artin kuna sa që të farven im konë. Jenë hitar... Jetu atje? Po, thash heni vetni, a ka po gjëllem në i vrejtje. Jenë hitë civil, e më kanë thamë mu, pasha zëtë të vish kanë kojti ma dhe vugël. Se gjolli kuna të keqen se kanë po. Prona dhe një po thëmë... Dhe me thonë qa që urë të kone dhe qa që... Po, telefonin e gjallit e kam nërmen me adorzu. Ku dohet avokatë mi që telefonin e gjallit. Komplet për fillimi mi startu, qa ka pas atë në telefon, dhe i momentin e fundit me kanë ka fulli dhe qa ka bo gjalli. Se në telefon këti gjallin. Masi zdojnë me kalzut vërtetën, dhe që tash balë 4 vjeti prita, kështë po kalzujnë, zdojnë me kalzut vërtetën, në telefon kanë me gjithë. Ti ze ki të regu edhe që jenë nënshkru në disa letra, po kur kanë shtimi në nshkru që ato letra, ti ki thonë që ka ndodhë vdekja djallit edhe nuk i kom ledzu edhe nuk di qka kom në nshkru. Po. Qka ka pas të bëja? A ki marrë vesh masani? Jo, kurse në s'ko marrë. Më ka shti polici i klinës 3 herë me kërë nërse konatit më në nshkru. Ta një konati ka desh më marrë dha 8 për mas meje.
I ka thonë, jo ti rri këtu, më ka shti veç në shpe, ka thonë shkruju në 3 fletë, më ka shti më në shkruhe. Edhe dhenën, kur e këmë qunë e rastin, një më shku të Krimet të Rana, se më ta polici i Klinës, sa me Kamberi, këto e këmë thonë avokatit shtema, po se ka shti, e këmë full edhe në seancë, ta e kizën e këmë ri avokatin, tash, këmë tha mu, pishkuj rrezikimi trafikit publik sa me Kamberi, polici i Klinës se ka mek, edhe a i gesh ka unë këtë punë, e ka shku rrezikimi trafikit publik, po nësa pranaj ata, atopsia krim punë. Tani unë ju më shkuja këmë dhonë atje, i këmë thonë do mi hek letrat e Krimet të Rana, i kanë ndërhek letrat, i kanë qëmpe, venë më tirë mu policia e Klinës, e pejes, më ka tirë të gerë, parok më qulli. Jo një herë, po 2 herë. Aty i këmë dhonë danat, e këmë thirë avokatin, më ka shtimë në shko, avokatit aty s'ke pas me dhanë danat, a s'ke pas më në shkruhe. Rasti dhe me thonë në shku pe fillimi, deri qitartë, që ja kanë fillu tash që masi sholla zdritët të rasti, edhe u shku me njëfësie. E ki tash gjyqin me 8 Me prill? 8-in, po me 8 prille kam. Me 8 prill. Edhe qa po mendon që ka me pas në atë seancë gjyqësore? A mendon që ka me ra që tash drejtësia në vend? Inshallah, të përshon rrezikimi trafikit publik. Apet po shkruan. Apet, qashtu njëtë dhe avokati një herë për një herë, avokati sens mujtë me ba. Avokati pare ti ka marrë, unë me 140 euro dhe herë, pare në herë këmë tonë, me 140 euro jetoj. Po dhe të ranë dhe për burë, marë se penzi halas jam. Po, kërë këmë pas gjallin kumë. Po. Apet munohesh për... Kërë kom pa gjallin kum, i madh, i vogël, jenë qëtë si të familjes burrit, si të familjes tem, jenë qumë ka një mu për mjaftu jetën gjallit. Me që atë parë në avokatin e kom paguë. Ta është e mas, ato merë një gjalli miqës të burrit. Ajo të merë me avokat, ajo të ma pagu avokat. Dhe me thonë, ajo ka munohet me të ndimu që me Po, falimnes për tina e sholla zëtë i aron familjen, atje ku mështë. Edhe unë edhe avokat po thëmë se unë nuk e pranoj rrezikimi trafikit publik. Një, e dyta, gjakun e djallit nuk e fali. Edhe treta, dëm shpërblimin nuk e marrën e për djall, kurre për dje. Gjakun e djallit nuk e fali me pare. E do me marra i burgun e meriton, qish e merë, qish ma msheli mu deri në shpis, e mlani nanë e vetëmune mas 13 vjetë e kumë pas. Ma ka dzurët vërtetën, ka ndodhë bre, ka ndodhë se rastë për ndodhën ditë për ditë, mi jeke gjysat kërtë, a me ta my gjallin, ma për gazep, e me ta lëm fajtur, e më shku më shëtitër të për të përpjet, të merë kujna jetë të jetuë. Gjalli edhe herë për tëmë, e ka pas kuckën këtu të thyne, e ka pas knena, e ka pas ushve në thyne, plus ashtën këtu të thyne, plus ka pas lëndime trupore. Merë kujna jetu, se s'ka drejtësi për gjallë teme. Me shufrat metalike që e kanë godit gjallin tënë. A si kanë marrë për asysh, bili. Nuk janë gishtrejnët e persona. Po si kanë marrë hirtë ke me vanesi i ka lejmruhe. As në dorë si kanë marrë në pejën aty. Në pejën? Po, unë e kumë një pejë Romes, Artifetis Zikulli. Artifetis Zikulli sot të ka do të vërtetën, më ka kanë shpe, dëshmitare kam konatin, pa disa anë, më dha stres avokati tyne, farë fjallë heku të më thotë, avokati tyne, pëse si shku ti mas gjalli atë natë, me kanë këmë posën e me shkuve, qish mujti me babon, ma thanë atë fjallë, si kërë të full, ulla dhe më ndërprejnë fjallët. Farë të mranaj me fjallë. Të raste ki nevoj për mbështetje. Po da e mranaj me fjallët edhe me të fjallë në gjystë, pa ka dzue. Po shpresojmë shumë që në këtë seancë gjyqësore që kime e pas tash, ka me ra drejtësia në vend. Inshallah të unguja. Edhe shpirti i ti të paktën me pushun paqe. Ajo është në paqe, po ti me u qëtësu. Bude falim në herë zemrem, vazhdoj s'di gjë. Inshallah, na ty të shohem që është mas mire, e ti mu bu e fort, vetëm për hatër djallit ta. E nuk bën me u mërzit ka të shumë. Kam kallë, visi jam që shtu se zemrën e kallë. Mu jeta pa djallë se anë së më vynë.
sa një jeta, inshallah Zotë edhe herë po thëmë, se prevën Zotë i konin sa përsi muë, se jeta pa e vlatë sens për dyke. E kum rritje tim, kush ka bora med më një muë, e me ta mytë edhe me ta lëmë fakturë, edhe asë një ditë më borë, kujina bre të jetua, ka drejtësi për këtë gjallë temin. Pse jenë të më që e frostin? Pse janë liri këta duhet katrit mi marrë, jo vishnjanën, se na ditë këmë tonë vishnjanën për shtresi, të katrit dete ka zhujnë vërtetët, ja me la me shku jashtë veni, me la me shku. Dhe me thonë ata janë largu për i Kosovës. Po, dy janë largue, Lovetina Murati edhe Behori. Asë një sans me mu se kanë moj dhe qëtarë. Asë një se kanë moj. Dhe me thonë si unë konë dëshmitar aty, që ki kërë? Unë i këmë thonë të katrit i du këtu a ditë. Të katrit i duhe. Tash jo më marrë veç këta, për të katrit i duhe. Se më mila me shku atë jashtë veni. Kur ti marrin ti mshelin ata s'kanë qare pa kalzutani. Po kur ti lanë liri e qkuj njërë veni, ata pse më kalzut, dëshmi të rejt me jatë në kanë. Sa autopsia zanam që lezëm autopsia këjmë punë. Këtu të regon autopsia që është rrah me shufra metalike, vdekja të ndjerit është vdekje e dhënshme dhe ka arrit si rrethoje gjakderdhjes në mes të cipave, mbështjellës të trurit të madh dhe në indin trunor. Deri te gjakderdhja ka ardhur si pasojë e kockave të thyera të kafkët dhe bazë të saj. Në kundër të ekzaminimit të brendshëm janë përshkruar me detaje të gjitha dëshmit. Të gjitha këto dëmtime me besueshmëri janë të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës. Te, a pishe me zërmeme, kje krymë punë, po më kanë gjithë një namë vetë mune, kanë gjithë një namë pa përkraje. Po unë e kam të edhe kam originalin, po një ku ba, po. I ki bu kopje, po mi au të regu gazetarve. Po. Dhe me thonë ti po shkon me originalen në seanca gjyqësore edhe shteti nuk po bën kur gjo? Jo. Njëherë për njëherë rrezikimi trafikit publik e kanë shohe. Avokati ka hangër edhe herë për tëmë avokati ka marrë parët. Avokati të të me jesë mi hjekë të rrezikimi trafikit publik. Unë e sa pranaj rrezikimi trafikit publik. Që është të ka me shku dhe s'di sa vjetë, nuk e pranaj kur është autopsia kynë. Masit të kryet me 8 prill, ta është të këqyrin që është të vendosë, sa unë cën tjetërin, i kena mjek të rigjur. Si keni mundësi, ju lutna, më dhamë për kroje, rasti, të më shep, hajdi në këshin e punën që është përshkën. Kemë ardhë në rastin tënë. Na vishë ti dojmë për me kone fort, edhe Kume kone fort, dhe me hemë se zemën e kalë të kanë. Ole ka me liftu dhe në fund të pa qitë rastin e gjolli tem dritë se lo. Ka me dalë rastin. Me ta mytë një jetë tem, e mosil herë të poshtë, a kështë gjamazje mara mi po mosil. Shë që pe zoti si ju mjek në të ven, inshallah kushëm ka pru zoti është përblen me të mira në këtë ven, a ma fa respekti ma bojnë këtë në skëndëraj. Të respektojnë Folin e mdojnë, a ma të merë ku ju më konë në atë. Të merë ku ju më konë. Të merë zërme e me. Dhe me thonë, e sprovu me qysh e re. Gjithë qysh, pa po 18 vjetë ju martu. Je martu. Për që në duhet kje bli, ku ma foli zote gjallin, këtë jek ti ku pasarë. Une, qëfar do fjallet që e thomë, nuk muj me të një mu, nuk muj me të ngushlu, se zemra jote e den që a jetu hekti. Po. Unë vish ti du të pakten me kone fort për djallin ta. Sërna e më bo 4 vjetë, kur sen s'ka, nuk e di. A ka pas rast që na herë ki thonë po dërzona që të herë, se so ka del kur gjohën dritë. Jo, kur s'këm thënë, as ka më dërzohe. Sa të kam frimen me jetu, vish të shohë ta një herë, ku duk në kam me kanë pëshellu një herë. Të shohë. Me kone qetë dhe ti. E me kanë edhe qetë dhe hëne, ca tërë në dykët. Dje e pot. Të zekumri, na ty të urojmë shnet mas pari, edhe ishala bjen drejtësia në ven. Edhe ti letësohesh sa do pak. Ishala zana ju knasht, ishala zëti ju rumë. E kam respesi po me jep një përkraje. Mës me kanë media,
A ke pas abrije racas që a bëjke me avokat, si ma ka hik internacionalen, ma ka hik betimin për drejtësi, jumë që jumë hangër me taj, jumë që jumë hangër me avokat. Po kita seanca gjyqësore, apo ka gazetar aty? Po vish betimi për drejtësi, ndemi rëdike, ishim atyrë gazetar s'kam, pjeti rilavnurën, i shkruj, nuk po ma qelë, kam që ma mardë. Mo bo ma e madhe kje punë, mo bo ma e madhe publik, mo bo qysh ke rase as një ditë më burg, mo dira shpis mo kam shelë, një nane vetë mune, një nane pa përkraje, gjallë s'kam, mutë s'kam, burë s'kam, qa gjallë e pota që ta ma metët, plus liri që 4 vjetë, ku jina bre tu jetu bre, edhe kjetë merë 4 vjetë për dhe mi bëhe. Edhe 2-3 vjetë baba ki mshelet kretë rasti. Nëse ti se mshel rasti s'ka me mshel. Unë s'ka me dha ndër hjekje mu mshel rasti. Edhe 2-3 vjetë besoj që ky rast ka me umbyll me drejtësi. Inshallah, zarma me zëti të rujtë. Inshallah, inshallah zëti të rujtë. Si po mjepi për kroja Allah ju rujtë. O, falimderit bashkë me ty. Falimderit shumë të zjakumbri. Zemra të knartë. Për qafën e. Me zëti të rujtë, Allah ju të rujtë.